Me emër të Allahut, mëshirues dhe përditëtar i madh. Elif Lam Mim Ra. Këto janë versetet e librit Kuranit. Ajo që të është shpallë ty prej Zotit tënd është e vërtetë, por shumica e njerëzve nuk e besojnë. Perëndia është ai që qiejti ka ngritur pa shtylla, e ju i shihni, e ka mbizotëruar ashin dhe ka nënshtruar diellin dhe hënë. Të gjitha këto rrotullohen për kohë të caktuar. Ai drejton të gjitha dhe i shpjegon argumentet dhe për të bindur ju që do të takoheni me Zotin tuaj. Ai është i cili e ka shtrirë tokën, duke krijuar në të male dhe lumenj. Dhe nga çdo lloj fruti krijoi çifte nga dy, ai bëri që në ata ta mbuloj ditën. Me të vërtetë, në këto ka dokumente për njerëzit që mendojnë. Në to ka vise që janë të lidhura njëri me tjetrin dhe ka kopshtie të mbjellura me hardhi dhe ara dhe palme me një pep ose shumë pipa, ujite me të njëjtin ujë, e disa nga frutet i bëjnë më të sheshme nga të tjera. Me të vërtetë, në këto ka dokumente për njerëzit që kanë mend. Nëse çuditesh, pra, çudi janë fjalët e tyre, avall, me të vërtetë pasi të bëhemi tokë, do të krijohemi përsëri. Ata nuk besojnë në Zotin e tyre, këta janë ata, në qafat e të cilëve do të ketë pranga, këta janë banorët e xhehenimit, në të cilin do të qëndrojnë për erë. Ata e kërkojnë me nguti prej teje të keqen para të mirës, e para tyre ka pasur shumë dënime. Zoti yt është falës për njerëzit përkundër zullumeve të tyre, por Zoti yt, me të vërtetë, është edhe dënues i ashpër. Mohusit thonë, sikur ti ishte dërguar atij një mrekulli nga Zoti i tij. Ti je vetëm paralajmërues. Për çdo popull ka udhërfyes në rrugë të drejtë. Perëndia di se që mban në barkun në saj çdo femër dhe di se sa shkurtohet dhe sa zgjatet koha e lindjes. Dhe çdo gjë tek ai është me mas. Ai di gjërat e dukshme dhe të padukshme. Ai është i madhërueshëm dhe i lartë. Tek ai ju jeni të barabartë, qoftë se flisni në vete apo flisni me zë të lartë, si dhe ai që fshihet natën apo ai që ec ditën. Njeriu ka përcjellës engjëj para tij dhe pas tij, e mbikëqyrjen atë me urdhërinë e Perëndisë. Me të vërtetë, Perëndia nuk u ndryshon atë që ka nga e mira në të keqe. Kur ai dën ta ndëshkojë një popull, s'ka kurfar pengese për te. Dhe ata, përpos tij Perëndisë, s'kan kurfar ndihmësi. Ai u dëfton juve vetëtimen, duke u friksuar dhe shpresuar ju, dhe ai krijon rreth të rënda me shi. Edhe bubullima e falenderon atë Perëndin, por edhe engjëjt ngadrojnë ndaj tij. Ai dërgon profet dhe godet me ato këtë doj, dhe ata përsëri diskutojnë për Perëndin. Ai është i ashpër në ndëshkime. Vetëm për te është lutja e vërtetë. Ata mohuesit që i lutën tjetër kujt, përpos Perëndisë, nuk u përgjigjet atyre me kurgjë, ashtu si kundër ai që i zgjat dy duart tek uji pranë pusit, për t'i ardhur te goja, por ai kursesi nuk i vjen. Lutja e mohuesve është e kotë. Perëndisi i bëjnë sejdë të gjithë ata që gjenden në qiell dhe në tokë, dashur e pa dashur, si dhe hijet e tyre bëjnë sejdë, në mëngjes dhe në mbrëmje. Thuaj, kush është Zoti i qiellërave dhe i tokës? Dhe përgjigju Perëndia. Thuaj, a mos vallë i merrni ju përveç tij, përmiq, ata që vetes nuk mund t'i sjellin as dobi as dëm. Thuaj, a janë të njëjti verbëti dhe ai që sheh, ose a janë të njëjtë errësirat dhe drita, ose mos vallë, ata që i kanë bërë shoh Perëndisë, a kanë krijuar siç ka krijuar ai, e që t'ju bën krijesat të ngjashme atyre. Thuaj, Perëndia është krijuesi çdo gjëje dhe ai është i vetmi dhe triumfues. Ai lëshon shiun nga qielli, andaj rrjedhin lumenjt me masë të caktuar dhe vala i bart mbeturinat mbi sipërfaqet e ujit. Edhe atë që e shkrin njerëzit në zjarr, me qëllim që të përfitojnë storje ose vegla, është mbeturinë e pavlefshme, si ajo në sipërfaqet e ujit. Kështu, Perëndia jep shembullin e së vërtetës dhe të pavërtetës, mbeturinë atullën, e ajo që u shërben njerëzve mbetet në tokë. Kështu, Perëndia u shpjegon shembujt, por ata që i gjegjen Zotit e tyre, i gjen e mira e madhe, e ata që nuk i gjegjen atij, sikur të ishte e tyre gjithçka në tokë, dhe edhe as më tepër, ata do ta sakrifikonin atë për të shpëtuar. Të atillëve u është përgatitur llogari e rënd, e strehimi i tyre është xhenemi. Sa shtrat i shëmtuar që është ai. A mos vallë, ai që di se e vërteta që të është shpallë ty nga Zoti yt është njësoj sikur ai që është i verbër. Vetëm të mençurit mendojnë. Ata që kryejnë obligimin ndaj Perëndisë dhe nuk e prishin premtimin. Dhe ata që ruajnë atë që ka urdhëruar Perëndia që të ruhet dhe i duajnë Zotit e tyre dhe i frikohet llogarisë e rënd. Dhe ata që durojnë për të fituar dashurinë e Zotit e tyre dhe që falin namazin, dhe nga ajo që ua kemi dhe ne, ndajnë japin fshehurazi dhe haptazi, dhe kthejnë të keqen me të mirë, për ta ka përfundim të mirë. Xheneti i Anit, në të cilin do të hyjnë ata, dhe prindërit e tyre, dhe gratë e tyre, dhe pasardhësit e tyre, ata kanë qenë të mirë që kanë besuar, e engjëjt do të hyjnë tek ata nga çdo derë. Ju thonë, shpëtimi qoftë mbi ju, me që keni duruar, e sa përfundim i bukur që është ky. Ata që prishin obligimin ndaj Perëndisë, pasi që janë zotuar për atë, e që këputin atë që ka urdhëruar Perëndia të vuhet dhe bëjnë çrregullime në tokë, për ata ka malkim dhe përfundim të keq.
Perëndia ja zgjeron furnizimin kujt të dojë dhe ja pakson. Ata I gëzojnë jetës e kësaj bote, por jeta e kësaj bote në krahasim me botën tjetër është vetëm kënaqësi transite e përkohshme. Mohusi thonë, sikur t'i ishte dërguar atij një mrekulli nga Zoti I tij. Thuaj, me të vërtetë, Perëndia e shpjen në humbje atë që do me që është hyrtur në të keqe, ndërsa udhëzon në rrugë të drejtë atë që kthehet tek Ai. Ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve, kur përmendet Perëndia, qetësohen, me të vërtetë, kur të përmendet Perëndia, zemrat qetësohen. Ata që besojnë dhe punojnë veprat e mira, të lumtë ata për ta ka vendbanin të mrekullueshëm. Dhe, kështu të dërguan e ty të një popull, para të cilit kanë kaluar shumë popull, që t'ju a lexosh ti atyre, atë që ta kemi shpallur aty, sepse ata nuk besojnë në mëshiruesin Perëndin. Thuaj, ai mëshiruesi është Zoti im, s'ka Zot tjetër përveç Tij, tek Ai mbështetem dhe tek Ai kthehem. Sikur mendon një Kurani të lëviz në malet ose me të copëtohet toka ose me të flisnin të vdekurit të ngjalleshin, atëherë, edhe me këtë Kurani do të bëheshin këto. Por të gjitha I takojnë Perëndisë. Vallë, a nuk e din ata që besojnë që, sikur të donte Perëndia do t'i kishte udhëzuar të gjithë njerëzit në besim. Kurse, mohuesit për atë që kanë punuar, do të donte t'i godas fatkeqësia, ose ajo fatkeqësia do të ngjajë pranë shtëpive të tyre, përderisa të realizohet premtimi I Perëndisë, atëherë zhduken tërësisht. Perëndia, me siguri, e realizon premtimin. Edhe para teje janë tallë me pejgamber, andaj unë kam dhënë afat atyre që kam mohuar, e pastaj I kam të shkuar, e çfarë ka qenë dënimi im. A mos vallë, atij që është mbikëqyrës për çdo kënd, çka punon, mund t'i bëhet që okay, ai që nuk di asgjë, siç konsiderojnë mohuesit. Ose ju doni ta lajmëroni atë për atë çka nuk di ai Perëndia në tokë, kurse ai di edhe për më të voglën imtësi, ose po emroni ju ata me fjalë boshe. Jo, por mohuesve dinakrit e vet ai I shohen dhe ata janë larguar nga rruga e drejtë, e kë e shmangë Perëndia, për te s'ka urfyes. Për ta ka dënim në këtë jetë, por dënimi në jetën tjetër, me siguri, është edhe më I ashpër dhe për ta, s'ka mbrojtës nga dënimi I Perëndisë. Xheneti I tillë që u është premtuar muslimanëve, ka kopshtije nëpër të cilat rrjedhin lumej, frutet e kopshtit janë të përhershme, si dhe freskia e tij. Ky është mbarimi I epilogu I besimtarëve, kurse fundi I mohuesve është zjarri. Atyre që ua kemi zbritur librin, ata gëzohen për atë që të kemi shpallë ty. Dhe ka disa prej grupeve që mohojnë diçka prej tij Kuranit. Thuaj, mua më është urdhëruar që ta adhuroj vetëm Perëndin dhe që mos t'i bëj shok atij. Vetëm atij I lutem dhe vetëm tek Ai kthehem. Ja, kështu na e kemi zbritur Kuranin, ligj të mençurisë shprehur në gjuhën arabe. Nëse ti ndjek dëshirat e tyre, pas njohurisë që të ka ardhur, ti nuk do të kesh as ndihmës as mbrojtës prej dënimit të Zotit. Na, me të vërtetë, edhe para te kemi dërguar pejgamber dhe u kemi dhënë gradë pasardhës. Asnjë pejgamber nuk ka sjellë me vete asnjë mrekulli përveç me lejen e Perëndisë. Çdo periudhë e kohës ka dispozita ligjore. Perëndia shyen çka të dojë e themelon çka të dojë, dhe tek Ai është libri kryesor. Qoftë të tregojmë aty nga ajo që u kemi premtuar atyre, ose ta marrim shpirtin aty, ti je obliguar vetëm ta shpallësh profetin tënd e jo dënimin e tyre, se llogaria është e ne. A nuk po shohin ata që ne po ua shkatërrojmë tokën mohuesve duke I zvogëluar skajet e saj. Perëndia gjykon dhe s'ka askush që mund ta thyejë gjykimin e tij dhe ai është llogaritës I shpejtë. Dredhi kanë bërë edhe ata që kanë qenë para tyre, e Perëndia është zotëruesi të gjitha dredhive. Ai diçka punon çdo kush dhe mohuesit do ta dinë se për këtë do të jetë përfundimi më I mirë. Mohuesi thon, ti nuk je pejgamber. Thuaj o Muhamedi, mjafton Perëndia për dëshmitarën e mes meje dhe jush dhe ai që e di librin.